ande, sot do bëjmë byrek për Elianën. Qumësht, kos, gjallë, djath, edhe petë të gatshme. Nuk kam dëshirë të sol petët, sot. Ajo, që ta bëj me këto, dhe shumë mirë. Në të bi Eliana tani me drejt në shkollë, do kënaqet ajo nuk e di. Që në dhe bëjë. Ju qatë po na veni për drejt. Na tregoni se gjithsesi kush ka bërë fasule, kush ka bërë pilaf, kush ka bërë makarona, kush ka bërë tas kebab, janë gjella që ne jemi rritur e mësuar.